cilat janë, sipas jush, sfidat më të mëdha aktuale me të cilat Kosova është duke u përballur dhe në cilën mënyrë do duhet të adresohen ato? Po, Kosova përballet aktualisht me, do të thoshte Bogdanin ndeshtrashën më të veçantë, me këtë shprehjen sfida që e kemi zëvendësuar pa të drejtë, që ka të bëjë me shtetformimin e plot, respektivisht me funksionalizimin e institucioneve të saj, me rrumbullaksimin e procesit të zgjedhjeve, me dhënien fund të bllokadës institucionale dhe pastaj natyrisht me funksionalizimin e demokracisë në kuptimin modern të fjalës. Në këtë pikpamje, diplomacia kosovare bashkë me atë të Shqipërisë politike kanë për të bërë shumë. Megjithatë, zhvillimet politike aktualisht premtojnë se megjithatë viti është përpara dhe përgjithsisht fitoret e diplomacisë shqiptare nuk do të mungojnë. Zotëria Ermabaja, si vlerësoni pozicionin e Kosovës në raport me aleatët ndërkombëtarë dhe pastaj do të ndalemi më konkretisht në një tjetër çështje e cila e di që ka një vëmendje të shtuar për gjatë viteve të fundit. Është interesant thuhet se ka 6 vite që Kosova gradualisht, pavarësisht se në objektivin e disa kolegëve të mi analistë është trajtuar në institucionet veçanta, apo edhe në media televizive këtu në Prishtinë dhe në Tiranë, se po përjeton një lloj izolimi, përkundrazi. Unë kam pikpamjen se është trajtuar si partner serioz. Dhe gjithnjë më shumë ka dëshmuar se mund të llogaritet në partneritetin e politikës që zhvillohet në Prishtinë, gjithmonë duke u bazuar në interesat nacionale. Në këtë pikpamje, sigurisht që rishikimi i pozicionimit të interesit nacional në radhë të parë ka krijuar partner të fuqishëm dhe raporte të fuqishme sidomos me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë, me Kroacinë, me Turqinë, por gjithsesi me gjithë përpjekjet e mëdha ka shpëtuar edhe raportet e mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në rrafshin e sigurisë dhe mbrojtjes. Po, mund të qëndrojmë vetëm një moment këtu, zoti Sadri, dim fare mirë që jo gjithmonë është në dorën, po e quaj, e vendeve tona për sa i përket marrëdhënieve që ne kemi me aleatët ndërkombëtar. Ndonjëherë qoftë edhe strategjitë e vendeve respektive, qasit atyre, apo edhe prioritetet na bëjnë që hera herës të largohemi ose hera herës të afrohemi me ta. Parë në këtë këndvështrim, a ka ndryshuar, po themi, qasja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës? Unë do të kisha thënë që më shumë ka ndryshuar rrethanat gjeopolitike në nivel planetar dhe fushë interesimi. Ndaj e bëra edhe parashtrimin. Po, faleminderit shumë, pyetje me vend. Dhe natyrisht këndvështrimi dhe fushë interesi pas gjithash i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian janë gjetk. Kosova, për fat të mirë dhe hapësira shqiptare përgjithsisht, nuk është në pozicionin që ka nevojë për mbështetjen imanente as të këtyre partnerëve as të tjerëve. Prandaj kthimi i vëmendjes së plot në lindjen e mesme, në Azinë e largët e tjerë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkaq lufta në Ukrainë, sidomos për Shtetet e Bashkimit Evropian, ka marrë vëmendjen të shtuar atje dhe është kurorzuar që është e vërteta me sukses, sepse nëse shikojmë zhvillimet e para 4 viteve të filleve të luftës, agresionit rus ndaj Ukrainës dhe pozicionit të atëhershëm të Bashkimit Evropian, ofertës prej 5.000 helmetave që ja kishte ofruar Gjermania atëherë Ukrainës, dhe aktivitetit dhe
bashkëpunimit në fushën ushtarake sot është një krahasim si nata me ditë. Ukraina sot është shndërruar një fuqi prodhuesish dhe fuqi e dronëve Pra, është në një eksperimental tjetër për pozicion. cilat në një pozicion krejt tjetër. Ndërkaq Kosova është në një pozicion të tillë që sot ka gjithnjë më shumë të garantuar mbrojtjen nga forcat e brendshme, është armatosur në përmasat që i lejon një lloj sigurie të brendshme, ndërkaq ka krijuar komoditet bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë, duke siguruar raketa të veçanta që krijojnë hapësirë vetëmbrojtje dhe ç'është e vërteta ka marrë një sasi të jashtëzakonshme të dronëve Bayraktar, të cilët kanë shkruar histori në Nagorno-Karabakh, në Azerbajxhan, në luftën e Azerbajxhanit për kthimin e një pjese të Nagorno-Karabahut. Pra jemi në një pozicion krejt tjetër, ndërkaq Shqipëria politike ka kaluar me sukses fillimin e paketës së shqyrtuar me Bashkimin Evropian si vend kandidat për aderim në Unionin Evropian. Dhe natyrisht ka marrë mund ka të garantuar një lajm i mirë. dëshmi, po që është një lajm jashtëzakonisht i fuqishëm, sepse po i rikthehet duke i rikthyer hartës gjeopolitike të Evropës, duke i rikthyer plotësisht familjes evropiane, Shqipëria politike praktikisht i hap mundësitë kombit shqiptar që të jetë pjesë e integruar Bashkimit Evropian nesër. Mirë, po ne e dim fare mirë se cilat janë disa prej problematikave, po themi, që mbartë rajoni ynë. Sa ndikon marrëdhënia me Serbinë, problematika, çështja më konkretisht, nëse do ta quajmë edhe kështu, zoti Sadri, në procesin e integrimit euroatlantik të Kosovës? Sigurisht që ka krijuar pengesa dhe madje pengesa serioze. Sigurisht sepse nuk varet vetëm nga Kosova, sepse ne e dim se cilat janë qasja, po themi, që është pasur dhe mënyra se si është lexuar ky konflikt. Sakt, dhe partnerët tanë shpeshherë kanë pas një sjellje asimetrike në raport me Kosovën dhe Serbinë, duke pretenduar që ta mbajnë, respektivisht ta tërheqin sa më shumë drejt orbitës perëndimore Serbinë, i kanë bërë lëshime të pallogaritshme dhe të pakuptueshme herëherë, sidomos për logjikën tonë politike. Krejtësisht, po. Natyrisht ata e shfrytëzojnë dhe po e shfrytëzojnë edhe sot, që është e vërteta shumë madje, për shkak se e para interesi i Bashkimit Evropian, por edhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës është që ta largojnë nga Ballkani ndikimin e Rusisë dhe ndikimin e Kinës, që është e vërteta, sepse Ballkani ka një kohë që për shkak të bartjes së vëmendjes edhe të SBA-ve edhe të Bashkimit Evropian gjetk, u shndrua në një vakum dhe këtë vakum e mbushi shumë shpejt Rusia, Kina, madje edhe Turqia, do të thosha. E vetë kuptueshme. Është një konkurrencë, nëse mund ta quajmë, midis tyre për shtrirjen e influencës që kanë gjithnjë më shumë për ta zmadhuar këtë influencë në Ballkanin Perëndimor. Dhe kam përshtypjen që këtu në këtë mes pastaj hyjnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, prandaj edhe kishte ditë më parë një nënshkrim të marrëveshjes për raporte strategjike me Serbinë, në shikim të parë për gjithë aleatët transatlantik e pa kuptueshme, sepse s'kan kaluar as 2 javë që kur Parlamenti Evropian kishte miratuar një rezolut që ndëshkonte ashpër Serbinë duke i tërhequr vëmendjen se mund të ndëshkohet edhe me ndërprerjen e mbështetjes financiare në rast se do të sillet tutje kështu si është sjellur me protestuesit atje, por edhe në rast se nuk do të ndryshonte pozicion me Kosovën. Pra kemi një lëvizje e cila duhet shikuar me vëmendje të shtuar nga diplomacia shqiptare përgjithsisht, në kuptimin që të krijojmë rrethana që edhe me administratën e Trumpit të parafrohemi më shumë, të kemi qasje më të veçanta, ta kuptojmë se këto raporte nuk mund të jenë, siç u shpreh këto ditë këtu në Prishtinë në një intervistë dhënë një televizionit ton, profesori Steve
doli nga mendja emri, që nuk është Amerika ajo që kemi përjetuar ne në fund të viteve 90-ta, po për shkak se kemi të bëjmë me një administratë që marrëdhëniet ndërkombëtare i parasheh kryesisht në fokusin e raporteve pak a shumë të interesit ekonomik, por megjithatë vëmendja e Shtetit Bashkuar të Amerikës e pjesëve të veçanta të sektorëve të veçantë të Shtetit Bashkuar të Amerikës mbetet e përqendruar në Ballkan. Patjetër. Ndërkohë, nëse e marrim për të mirë qenë, Zotëria Ramabaja, se ne gjithmonë përpiqemi të shqyrtojmë, po e quaj të gjitha mundësitë, pra duke shqyrtuar më shumti ato mundësi ku duket sikur ka më shumë vështirësi apo jo, sepse sa për të mirat ka edhe një shprehje popullore që thotë se vin vet. Prandaj në këtë rast duhet të ruhemi gjithashtu në thonjza të keqes. Presioni politik dhe ekonomik është megjithatë aty apo jo? Unë do të thosha se presion politik ka më pak, presion ekonomik po, për shkak se, siç e thash, fush interesimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë administratë është raporti respektivisht janë interesat gjeoekonomike dhe çdo gjë nënshtrohet këtij interesi. Ndërkaq administratat tjera kemi vure se kanë pas parasysh edhe ruajtjen dhe selitjen e demokracive te partnerët e tyre. Në këtë kuadër, kjo administratë është përqendruar ekskluzivisht te interesat e para amerikane, America First, dhe interesi gjeoekonomik është ai që i paraprind çdo raporti. Por ne nuk mund ta ndryshojmë këtë situatë. Ne duhet i përshtatemi edhe këtyre interesave gjeoekonomike amerikane. Nuk e di nëse patët fjalën më herët Zotëria Ramabaja për zotin Steve Witkoff, megjithatë për të përqendruar edhe një herë në atë që po e diskutonim edhe pak më herët, sa i takon këtyre ndryshimeve, po e quaj të strategjive apo të prioriteteve, nëse mund të e quajmë kështu. Nga ana tjetër, përballë këtyre ndryshimeve, vendet tona si duhet të reagojnë dhe të qasen, apo edhe të pozicionohen, edhe pse ne dim peshën që kanë dhe në fund, sidoqoftë, nuk do t'ishte e barabartë, po themi, me reagimin që mund të kenë shtete më të mëdha se ne dhe me më shumë fuqi se sa ne, qoftë në Europë apo qoftë edhe më gjerë. Tash këtu çështja është te mungesa e një strategjie të përbashkët nacionale, në fushën e sigurisë sidomos, e cila do të krijonte parakushte pastaj që ne të trajtoheshim pak a shumë si një shtet. Është e vetë kuptueshme se jemi dy shtete, por jemi një kombë. Dhe në këtë konceptin e shteteve moderne perëndimore sidomos, me theks Amerikën, është pak sa vështirë ta shpjegojmë madje këtë koncept. Ne në fakt kemi mundësi që të shfrytëzojmë disa presedane të veçanta që janë zhvilluar më herët. I pari që ka të bëjë me Gjermaninë dhe ribashkimin e Gjermanisë, dhe i dyti që po zhvillohet aktualisht me një iniciativë paksa të heshtur dhe të lënë më njan edhe nga mediat evropiane edhe nga diplomacia e tjerë. E kam fjalën për një iniciativë nga një forcë relativisht e vogël politike në parlamentin e Rumanisë, por që ka kaluar në parlamentin rumun dhe pret të marrë një vlerësim në senatin rumun. Ka të bëj me iniciativën për bashkimin e Moldavisë me Rumaninë. Pavarësisht se si do të kaloj në senat, mendoj se do t'ishte mirë që të kihet parasysh se ky veprim është në përputhje me rendin e ri botëror që po krijohet dhe me rikthimin e plot të gjeopolitikës dhe me rrumbullaksimin e procesit të krijimit të shteteve kombe dhe në Evropën lindore dhe juglindore. Prandaj Shqipëria politike dhe Kosova ka nevojë urgjente që ta kenë në tavolinë një strategji të përbashkët të mbrojtjes dhe të sigurisë.
ka nevojë urgjente që të shtyjnë përpara projektet që kanë të bëjnë me unifikimin gradual të dy republikave, parazgjithash në fushën e mbrojtjes, po e përsëris, me krijimin e brigadës së përbashkët që është inicuar tashmë, me krijimin e qendrave prodhuese të armëve dhe municioneve, me projekte të përbashkëta, me rishikimin e marrëveshjes së vitit 2022 që ka të bëj me ndërtimin e terminalit të energjisë së lëngut të gazit të lëngshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës në portin e Vlorës. Terminali i Vlorës do duhet shndrohej në një burim alternativ të energjisë, respektivisht një burim rezerv të diversitetit të furnizimit energjetik të hapësirës shqiptare. Ne edhe ashtu jemi një zonë energjetike për fat mirë tash. Dhe në këtë kuptim, gradualisht, dy republikat tona të ecin drejt unifikimit të tregut të tyre të brendshëm. Para se kalohet në aderim të Shqipërisë politike në Unionin Evropian. Kjo që po e them don impenjimet urgjente, sepse Shqipëria politike ka gjasat reale që brenda vitit 2030 të jetë pjesë e Unionit Evropian. Dhe një diskutim të fundit, zotëria Mabaja, në pak minuta mbi politikën e ditës në Kosovë, nëse mund të quajmë kështu diskutimin lidhur me Vjosa Osmanin si kandidate për presidentet të Kosovës. Unë do t'ju ftoja edhe për publikun, për ta rikthyer edhe një herë në vëmendjen e tyre një material të shkurtër të përgatitur dhe e diskutojmë vetëm pas pak. Zotëria Mabaja, kam përshtypjen që e ndoqët këtë material të shkurtër të përgatitur, ne së bashku në më shumë se sa një herë kemi diskutuar si tematik. Kam përshtypjen që u keni një qëndrim apo jo? Unë kam një qëndrim paksa më të mprehtë, jo diplomatik, siç ka qenë detyruar ta përdor deputetja Nagaci. Zonja Osmani e ka përfunduar periudhën e angazhimit politik në krye të institucioneve politike. Nuk do duhet të rikthehej dhe besoj se nuk mund të rikthehet. E para, pritshmëritë e saj për të tërhequr një numër të madh elektorati dhe për të arritur atë ashtu quajturin bashkim të madh që u pompua në 7 qershor, ajo pritje ka pësuar fiasko. Dhe përkundrazi, ka sjell tashmë një situatë brenda lidhjes demokratike që ka vënë në pikpyetje vetë idenë politike dhe të qenunit në skenë tutje të vetë lidhjes demokratike. Dhe në këtë kuadër ka polarizime të brendshme të thella. Ajo nuk i ka votat e as të lidhjes demokratike, mos të flasim për vetëvendosje. Prandaj, insistimi për të lakuar emrin e saj, ajo tashme ka të qartë se nuk i shërben procesit të konstituimit të institucioneve të Kosovës. Prandaj, për herë të parë është deklaruar racionalisht para disa ditësh se emri im nuk duhet të jetë pengesë krijimit të institucioneve. Për herë të parë, pra, kam përshtypjen se ajo e ka të qartë se mund të kontribojë në reformimin e brendshëm të LDK-s, por nuk mund të kontribojë në konstituimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Republika e Kosovës ka nevojë për prezencën e lidhjes demokratike në proces edhe bashkëpunimin e saj me lëvizjen vetëvendosjen në procesin e konstituimit të institucioneve të Republikës Kosovës, konkretisht në zgjedhjen e nyjes gordiane që ja ka imponuar një gjykatë kushtetuese shtërp, pa invencion politik, duke e shndruar quorumin në bllokim, respektivisht në instrument të opozitës për të bllokuar institucionet. Tashmë mundësia është, por çështja mbetet e hapur për të hir shikuesve, më duhet 1 minutë ta shpjegoj pse.
Bëhet fjalë thjesht për një përplasje mes dy rrymave ekzistuese politike brenda lidhjes demokratike. Njërës që po e shpjen përpara skenarin e parë, që ka të bëjë me largimin edhe të Lumirit edhe të Vjosës nga drejtimi i lidhjes demokratike, pavarësisht se Vjosa Osmani nuk ka kurfar funksioni brenda lidhjes demokratike aktualisht, fakti që ajo në bisedë me kryeministrin ishte bashkë me Lumir Abdigjikun, let nënkuptohet se krahu tjetër e trajton si të ishte nënkryetare. Ndërkaq, rryma që thirret shumë në rrugovizëm, tashmë de facto është zhveshur nga rrugovizmi dhe është shndrua në patericë të Partisë Demokratike të Kosovës. Në rast se në kuvendin e jashtëzakonshëm kjo rrymë do të fitonte, gjasat reale janë që vendi të shkojë në zgjedhje sërish të jashtëzakonshme, në nëntor ose në dhjetor. Ndërkaq, nëse konfirmohet udhëheqja e një ekipi të rinjve brenda lidhjes demokratike sërish formalisht në krye fillimisht në krye me Lumir Abdigjikun, ose këtu mundësia vjen e dytë e kapitalizimit të interesimeve më të mëdha të Vjosa Osmanit për të dalë në krye të lidhjes demokratike, atëherë gjasat rriten që vendit të shmanget mundësisë së shkuris në zgjedhje të jashtëzakonshme, të zgjidhet presidenti i Republikës së Kosovës dhe të ecet tutje për 4 vitet e ardhshme si mundësi reale që janë pastaj për një reformim të gradual të lidhjes demokratike. Zoti Sadri Ramabaja, mua më mbetet të falenderoj si gjithnjë që bëni pjesë e bisedave tona për të ndarë me publikun. Qëndrimet tuaja mbi këtë çështje të rëndësishme. Faleminderit. Ju uroj një bazë të këndshme. Gjithashtu, mirupafshim.